Here njerëz të bukur, si jeni sot? Gëzuar ditën e verës. Unë do përpiqem të bëj ballokum dhe them do përpiqem se nuk kam bërë ndonjëherë. Le ta provojmë së bashku. Fillojmë një herë me sheqerin. Do 500 gram sheqer për këtë masë që e bëra unë, edhe 250 gjalp të shkrirët. Kuptohet që shkrim nuk duhet të jetë shumë i nxehtë. Pjesa më e vështirë e ballokumeve, me sa kuptova, është që duhet të trazohen shumë me luk druri. I trazova 20 minuta, gjysmore. Edhe pastaj i hodha vezët, një nga një, hithe trazo, edhe 4 vezë hodha. Kjo ishte më e vështira, më lodi shumë. Po çfarë të bëj? E pash që nuk duhet të përdori mikser e gjëra të tilla, sado që të tjerë pash që përdornin. Edhe pastaj miell misri, do 500 gram miell misri, edhe miellin e misrit e hedhim avash, hedhim edhe trazojmë. Në fund do edhe pak miell gruri, pak fare edhe pak sodë, që pash nga një recet nga njerëzit nga Elbasani, me që ballokumet ata i bëjnë mirë. I hodha dhe pak qumësht, po nuk e mora në video, e harrova. I vura në furrë, larg që të mos ngjiteshin, sado që u hapën shumë, edhe dolën kështu, por të them të vërtet nuk kisha provuar ndonjëherë, herë parë që bëja, edhe ishin shumë të shijshme. Nuk e di se si duhet të dalin aktualisht, po mua më pëlqyen shumë siç dolën. Po nejse, ta gëzojmë ditën e verës edhe të kalojmë bukur. Ciao!